Në prag të sezonit dimror dhe rreshjeve të pritshme të borës, firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen e akseve nacionale në qarkun e Korçës kanë marrë masat për përballimin e situatave dimrore. Sipas specialistit të sektorit të operacioneve Gentian Pere, është rritur numri i mjeteve borpastruese në qarkun e Korçës edhe me 5 të tjera dhe është siguruar dhe rritur edhe sasia e nevojshme e kripës dhe granilit. Sektori i operacioneve, që mbulon dhe kontratat në qarkun e Korçës, ka marrë të gjitha masat, duke filluar me kontrollin e kompanive që mirëmbajnë akset nacionale dhe ato turistike, për gjendjen e mjeteve, gjendjen e kripës, granilit dhe manevratorëve. Njëkohësisht ka marrë masa për vendosjen e sinjalistikës dimrore në të gjitha akset. Në qarkun e Korçës janë rreth 550 kilometra rrugë, të cilat mirëmbahen nga firmat e kontraktuara, ose rreth 12 akse rrugore, nacionale dhe turistike, të cilat, sidomos gjatë dimrit, kanë një fluks të shtuar të mjeteve në qarkullim, edhe për shkak të turistëve dhe vizitorëve që zgjedhin juglindjen për të pushuar.